Sot kemi makinën Forestradën më të veçantë që kena bo na herë, edhe më të shpejtë në botë. Është Porsche Cayenne GT, Turbo GT e 2022-shit. Turbo GT-ja është vetëm versionin coupe, siç është kjo këtu, edhe është Forestrada më e shpejtë në botë, edhe më e veçantë. Është makinë që është e bome vetëm për performancë. Tashi Porsche ka ndryshuar shumë gjona këtu, e ka bo më aerodinamike, frenat janë 420 mm diametri, karbon qeramike standarde, që të gjitha GT-t janë me karbon qeramik, edhe është me 10 pistonçina. Shive sa është, son pa frenë më të modhe në herë. Këto i kanë pas standarde si ngjyrë goldi këto diset, janë disë 22-she, po opsionale mund të pagushe lek shtesë edhe i merr që ngjyrë dush, kjo është me këtë ngjyrën si blu e errët mat. Këto gomat janë 285 që para, 315 që mrapa, ka tavanin karbon, është një 20 kg më i lehtë se i standardes për tul peshën. Ka spoilerin këtu, po ka edhe këto ancore këtu karboni që si kanë tjerat, edhe këtë lipin këtu dhe ka vetëm Turbo GT-ja. Marmitat janë titanium, ta duket kështu si blu. Akrapovici më duket se i prodho, edhe janë 18 kg më pak se tjerat, difuzorin karbon normalisht. Frenat mrapa, edhe mrapa janë qeramik normal, janë 400 mm diametri, para 420. Frenerti ka pak më të rësum, Turbo GT-ja. Normalisht Distronic, kamera 360 gradë, zbot fjali ka të gjitha. Po kësaj nuk është thjesht që është rrit boostja si është boj map për ta bo më të fuqishme. Kjo ka shku te departamenti i GT-s, ku bëhet GT3-shi, edhe janë bo ndryshime në amortizim. Kjo timoni që prjen gomat mrapa është ndryshuar, është bo më agresive se tjerat. Motori është ndryshuar, nuk është si është rrit boosti. Boosti është rrit vetëm me 0.1 bar. Po i kanë ndryshuar edhe këto internal, këto gjonat e mbrëmshme të gjitha për të arritur këtë performancë.